Numërimi votave në Shqipëri po shkon drejt fundit ndërsa vijon të numërohet vota e diasporës. Në Tiranë ndërkaq po zhvillohet një luftë brenda Partisë Socialiste. Ish-ministre Olta Xhaçka ka kaluar në avantazh përballë Blerina Gjylametit me 2 vota diferencë. Sipas të dhënave në KQZ, Olta Xhaçka ka marrë 5806 vota ndërsa Gjylameti 5804 vota. Gare fort është edhe mes Ornaldo Rakipit dhe Xhemal Qefalis. Gjatë numërimit ata kanë bërë rokada, herë duke dalë njëri para e herë tjetri, ndërsa deri më tani Rakipi është në avantazh. Nga Partia Demokratike, nga lista e hapur, Jorita Tabaku ka kaluar në avantazh ndaj Ilir Ali Mehmetit në Tiranë. Në rang vendi në zgjedhjet e 11 majit, Partia Socialiste ka fituar 83 mandate, PD 50 mandate, PSD 3 mandate, Partia Mundësia Agron Shehajt siguroi 2 mandate, Nisma Shqipëria BE dhe Lëvizja Bashk kanë marrë nga 1 mandat secila.